Në këtë periudhë të pranverës, fermerët janë të angazhuar intensivisht në mirëmbajtjen e pemtoreve, ku veç plerimit, rëndësi të veçantë marrin dhe trajtimet kimike në fazat e para të zhvillimit. Këto ndërhyrje synojnë mbrojtjen e pemëve nga sëmundjet dhe dëmtuesit, duke krijuar kushte më të favorshme për një prodhim të mbar. Fermerët kanë bërë disa trajtime, kryesisht trajtimet dimërore janë mbyllur dhe kanë filluar trajtimet e para në vegjetacion. Në rast të lulëzimit të bollshëm do kemi edhe trajtime kimike për rrallimin e frutave, pasi dhe fuqia punëtore në këtë periudhë është e diskutueshme dhe fermerët janë të gjithë të angazhuar për ta kryer këtë proces. Është aplikuar dhe vitet e kaluara dhe ka dhënë rezultat. Sipas specialistit Nevion Tela, gjendja aktuale në pemtore paraqitet shumë e mirë, palë shërbimeve të kryera në kohë nga fermerët. Megjithatë, muajt prill dhe maj kërkojnë një vëmendje të shtuar pasi luatjet e temperaturave mes ditës dhe natës, si dhe prania e lagështisë, favorizojnë shfaqjen e sëmundjeve. Do thoya që muaji prill dhe muaji maj kërkon një vëmendje të posaçme nga fermerët për sa i përket infeksioneve të mundshme që mund të kemi në pemtore, për shkak se kemi luatje të temperaturave ditë-natë dhe pranisë së lagështisë në këtë periudhë. Prandaj trajtimet në këto 2 muaj janë më të shpeshta dhe monitorimet janë pothuajse çdo ditë në pemtore. Specialistët e fushës rekomandojnë që përdorimi i plerave të bëhet me kujdes dhe sipas nevojave specifike të tokës dhe kulturës, për të shmangur dëmtimet dhe për të garantuar prodhim cilësor.